Kjo grua përdori maskën me kos prej vitesh dhe nuk ka asnjë rrullë në fytyrë. Ja sekreti. Për të hequr problemet e lëkurës mund të përdorni maska dhe trajtime të ndryshme. Pa I hequr meritën produkteve të kozmetikës që merrni në parfumeri, mund të ndihmoni lëkurën edhe me produkte të bëra vetë në kushte shtëpie, kostot e të cilave do të jenë gjithashtu shumë minimale. Gjithashtu, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ja disa këshilla bukurie që mund t'i ndiqni në kushte shtëpie për të patur një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Kosi është një aleat I vërtet I lëkurës, sidomos për kujdesin e saj. Falet cilësive qetësuese dhe hidratuese, do ta mbajë lëkurën më të shëndetshme, gjithashtu më të pastër dhe ka efekte të mira antibakteriale dhe pastruese. Duhet kujtuar se kosi ka aftësi shumë të mira edhe për të aktivizuar enzimat të përbërësve të produkteve me të cilat ai përzihet, duke mundësuar edhe të prenetojë më mirë me efikasitet të lartë shëndetin e lëkurës. Por tregoni kujdes. Vetëm kos të bërë në mënyrë natyral mund të përdorni në këto receta, dhe jo kosin I cili ka përmbajtje të larta të kimikateve të përpunuara ose kosi që shitet edhe I miksuar me fruta. Ekspertët shpjegojnë se përdorimi I maskave të kosit në kushte shtëpie të cilat përdoren në kosin natyral, të kombinuara gjithashtu edhe me kivi do t'japin rezultate fantastike në dukjen e lëkurës dhe lehtësimin e shenjave të tyre. Kivi është një frut vërtet I çmuar I cili do t'japë substanca ushqyese, sidomos për lëkurën, sepse do të ofrojë një shkëlqim më të mirë të saj. I pasur me vitaminën C, vitaminën E, ky frut do të përmirësojë lëkurën tuaj dhe do ta mbajë atë të pasuruar me antioksidant, në veçanti edhe me vitaminën C që do të ndihmojë në zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu një cilësi të mira antiinflamatore natyrale që do të ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave, dhe farat e tij mund të përmirësojnë gjithashtu dhe të përdoren si skrap për lëkurën. Përgatitja e kësaj maske me mjaltë, me kivi gjithashtu dhe kos mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Merrni tulin e një kivi të cilën e shtypni mirë me një piru dhe më pas shtoni kosin dhe I përzjeni derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar dhe lini në fytyrë për gjysmore dhe më pas e shplani. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet të paktën një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Ju mund të realizoni gjithashtu edhe mbajtjen më të mirë të kosit me mjaltë. Maska me kos dhe mjaltë është kundër rrullave dhe qetësues dhe arrihet duke u përzierë me një lugë gjelle kos dhe një lugë kafeje mjaltë. E thjesht në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i kthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe të stresuar. Kos, arra dhe arra kokosi. Kjo maskë me gjysmëtasi kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë gjelle me mjell qiqërash do t'i japë përfitime të mira për lëkurën mikse, sepse efekti skrab evidentohet me më shumë vitamina dhe ndodh tek elementët që përmbajnë qiqërat kokosi dhe penetrojnë në thellësi lëkurën tuaj, duke ndihmuar atë të jetë më e qetë dhe gjithashtu edhe më e pastër. Lëreni maskën për vetëm 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe të ftohtë dhe do të keni gjithashtu një efekt më të mirë tonifikues për shëndetin e lëkurës. Ju mund të realizoni gjithashtu një maskë natyrale me kos kastravec dhe është e këshillueshme në mënyrë të veçantë që do të japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Kastraveci është I njohur për aftësinë e tij hidratuese dhe qetësuese. Në bashkëpunim me kosin ka veti të mira ushqyese për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e shenjave. Edhe në këtë rast nuk keni nevojë për shumë përgatitje të maskave. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, por 10 minuta deri në gjysmore mund ta mbani këtë maskë në lëkurën e fytyrës për të marrë rezultatet e duhura. Ju mund të kombinoni gjithashtu
kosin me limon për një recetë mjaft të mirë ushqyese për shëndetin e lëkurës. Për këtë, mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kush ka lëkurë mikse ose të yndyrshme që mund t'i japë përdorimet të saj në mënyrë të mrekullueshme. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe e miksoni gjithashtu me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar gjithashtu edhe mikroqarkullimin e duhur dhe lini të veprojë më mirë atë në përditshmëri. Rezultate të tilla të maskave mund t'i japin gjithashtu mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, përdorimet e tyre janë fantastike dhe mbi të gjitha do ju ndihmojnë që të arrini të keni një lëkurë më të shëndetshme. Për t'i hequr produktet e duhura, mund të ndiqni edhe recetat të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës. Nuk është e nevojshme që të shkoni gjithmonë në sallone bukurie ose të shpenzoni shuma të mëdha të parave, por mund të bëni lehtësisht në kushte shtëpie receta të cilat mund t'japin rezultate fantastike në duken e lëkurës suaj. Ju nevojitet vetëm pak kosë dhe mjaltë. Kjo recetë do t'japë rëndësinë e duhur për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ajo çka duhet të bëni është thjesht të përzieni këto dy përbërës në një tas të vogël dhe masën e krijuar të vendosni në fytyrë duke shmangur zonën përreth syve gjithashtu edhe përreth buzëve, në mënyrë që të mos shkaktojë acarime të ndryshme të tyre dhe t'jap gjithashtu rezultate të cilat i keni mjaft të nevojshme në përdorimin e këtyre recetave. Maskat me kos në kushte shtëpie mund të jenë një përzgjedhje fantastike ushqyese në shëndetin e lëkurës gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Përdorimet të tilla të këtyre maskave mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të saj, dhe rezultatet do të jenë të menjëhershme. Mbajeni në fytyrë këtë maskë për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë. Këtë maskë e aplikoni një herë ose 2 herë në javë. Por përse kosi? Kosi është një ushqyes mjaft i mirë për çdo lloj lëkure. Maska me kos të paktën për 10 minuta janë ndër më të këshilluarat në botën e kozmetikës. Kur kombinohen me mjaltin, arrin të kenë efikasitet të menjëhershëm hidratues, bardhues, antirrull dhe një trajtësues të ngjyrës së lëkurës, gjithashtu kundër problemeve të poreve të hapura të tyre. Pra maska më lart ka kaq shumë përfitime sa që mund t'i jap lëkurës suaj shumë vlera të rëndësishme. Maska e kombinuar mjalti me kosin mund të parandalojë shenjat e moshës. Duke qenë në një burim shumë i mirë antioksidantëve, mjalti mbron lëkurën nga dëmtimet e qelizave për shkak të radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të përshpejtojnë procesin e plakës dhe mund të parandalojnë gjithashtu dhe rrullat. Ajo e mbështet lëkurën dhe hidraton atë si duhet. Zbej njollat. Njollat e çdo mallësie janë të shumta për t'u parë. Nëse jeni një pjesë e mirë e personave që keni këto njolla, sidomos në pjesë të dukshme të trupit, mund të përdorni edhe këtë metodë. Ndërsa njollat janë të vështira për t'u trajtuar, ju mund të përdorni produkte siç është mjalti për të minimizuar pamjen e tyre. Mjalti do të rrisë rigjenerimin e indeve të lëkurës dhe do ta bëjë atë të duket më e shëndetshme. Trajton problemet e lëkurës. Psoriaza është një problem autoimun që ndikon në qelizat e lëkurës. Ajo shkakton skuqje, fulluska, kruajtje të lëkurës. Mjalti mund të trajtojë këtë komplikacion për sa kohë përdoret me kujdesin e duhur dhe gjithashtu në mbrojtjen e organizmit. Ajo mund të shërbejë gjithashtu edhe në luftën kundër akneve. Aknet krijohen për shkak të problemeve të sekretimit të vajit të tepërt dhe pluhurit, të cilat bashkohen së bashku dhe bllokojnë poret e lëkurës, që krijojnë terren të lulëzuar për bakteriet. Mjalti gjithashtu është një agent i mirë i cili ka veti të mira antiinflamatore dhe mund të reduktojë edhe problemet e simptomave të akneve dhe të krijojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Për sa kohë i përdorni këto receta në kushte natyrale dhe në standardet e duhura, do të keni më shumë përfitime në përditshmërinë e shëndetit tuaj. Sigurohuni që t'i përdorni si duhet dhe gjithashtu do të keni një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe do të parandaloni krijimin e akneve. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.